O, selam aleikum. Wa aleikum selam. Po fillojmë ciklin e incizimeve me telefonin e ri, i cili ma dhuroj një vëlla dhurat. Allah e shpërbleft. Do bëjmë video, inshallah, auç. Inshallah be, Allah e shpërbleft atë që të ka dhënë këtë telefon dhurat. Po. Sa ka se vapa ajo Çdo dhurat që jepet ka shpërblimin vetë dhurata si dhurat se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të hadu të habu. Jep një dhurat që bën një dhurata që të shtohet dashuria mes jush. Kjo është bazike. Pastaj më varet se çka jep dhurat. Shumë se jep dhurat libër, edhe ai e lexon librin, domethënë çdo që përfiton dituri nga ai libri dhe shton diturin, faktikisht fiton ai që ka dhënë librin. Se të jep telefon dhe ti e shfrytëzon telefonin në shërbim të Islamit, në shërbim të çështjeve domethënë shoqërore, në zhvillimin e vendit dhe popullit ton, ai fiton sevap gjithashtu. Që një davexiu, një hoxhës, një që punon domethënë në prapavinë, si më thon, logjistik të davetit, jep diçka që me të ai shërben për davet, këtë çka bën punë në rrugën e telefonit, ka sevap ai që ka dhënë. Kështu që është investim i duhur, Allah e shpërbleft, i jep shëndet të veritet aty vëllau që ka dhënë telefon. Inshallah e përdor për hajre, për të mira, ngelen gjurët e mira në këtë telefon, edhe për këtë telefonit, këtë botë, edhe pas vdekjes tu inshallah. Amen. Faleminderit shumë. Selam aleikum.